të vetëpunësuarve në Shqipëri, të ardhurat e të cilëve sigurohen nga më pak se 3 klient, do t'u ofrohet mundësia e deklarimit para drejtorisë tatimore rajonale me qëllim vërtetimin nëse këto të ardhura burojnë vërtet nga marrëdhëniet e biznesit, apo janë të ardhurat të cilat në kushte normale do të buronin nga marrëdhëniet e punësimit, por me qëllim shmangjen tatimore dhe uljen e detyrimeve tatimore, punojësi ka dalë nga listë pagesa dhe është regjistruar si biznes. Ministria e Financave ka hartuar një projekt ligj që sjell ndryshime në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, pasi gjatë zbatimit në praktik të këtij rregulli janë vërejtur ankesa nga personat fizik që ushtrojnë aktivitet të mirëfillt biznesi, pavarësisht përqendrimit të ardhurave tek 1 apo 2 klient. Referuar relacionit përkatës në funksion të krijimit të një sistemi tatimor sa më të drejtë, me anë të këtij projekt ligji parashikohet përcaktimi i deklaratës së statusit të vetëpunësuarit, ku listohen kriteret shtesë, që pavarësisht se nëse personi fizik mund të ketë 80% të ardhurave nga një klient i vetëm apo 90% nga 2 klient, por në të njëjtën kohë ushtron një marrëdhënie të mirëfillt biznesi, atëherë të mos penalizohet nga ky rregull antishmangje, por të bëhen vlerësime të mëtejshme lidhur me subjektet, të cilat janë realisht shmangës tatimor. Kriteret që parashikohen në deklarat lidhen kryesisht me llojin e shërbimit dhe natyrën e marrëdhënies së punës, sjelljen e të vetëpunësuarit në ambientin e punës, kontrollin mbi produktin e punës dhe faktorët e gjenerimit të tij, të cilat do të vetdeklarohen nga i vetëpunësuari. Ndërkohë, në vijim të përpjekjeve për krijimin e një kuadri tatimor nxitës në fushën e sportit, artit dhe sponsorizimeve, projekt ligji parashikon gjithashtu shtimin e disa lehtësive fiskale, të cilat kanë për qëllim nxitjen e sponsorizimeve në këto fusha, si dhe krijimin e kushteve stimuluese për artistët e huaj që zhvillojnë veprimtari në Shqipëri. Në këtë kuadër propozohet zgjerimi i kategorisë së subjekteve që përfitojnë nga njohja si shpenzim i zbritshëm në masën sa 3 fishi i shumës së sponsorizuar, ku shuma e sponsorizuar njihet deri në nivelin 5% të fitimit para tatimit. Kategori që do të përfshihen përveç ekipeve sportive, do të përfshin dhe federatat sportive, komitetet olimpike, si dhe sportistët e nivelit të lartë që kanë fituar tituj për merit në sport. Me qëllim nxitjen e tërheqjes së artistëve të huaj në vend, propozohet përjashtimi nga rezidenca tatimore për një periudhë 24 muajsh për artistët që nuk janë shtetas shqiptar. Gjithashtu me anë të këtij projekt ligji propozohet që nga 3% që janë aktualisht shpenzimet e zbritshme lidhur me aktivitetin e kërkimit dhe zhvillimit, që synojnë përfitimin e njohurive të reja në fushën e shkencës dhe teknologjisë, si dhe zbatimin e tyre përmes inovacionit në produkte apo shërbime, të njihen deri në 5% të fitimit para tatimit. Ky propozim synon të nxjisë sektorin privat për të investuar në kërkim dhe zhvillim, me institucione shkencore dhe organizata kërkimore, duke e bërë më tërheqëse sponsorizimin në këtë fushë.